Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Tani mikrofoni është për ty. Jemi këtu si Shtave Rudi me të ftuarin ton tjetër me zotin Arlin Qori. Unë e kam pas edhe profesor. Çe ti ka dhënë mësim? Po, patjetër. Kështu që do ta thras profesor. Profesor, po e thras dhe unë, pse jo? Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes profesor, mirë se erdhe. Kënaqësi që je këtu. Mëngjesi normal që është i herët, se do duhet të jesh në shkollë. Thashe do pyesje si është mëngjesi për një komunist ore. Po nuk e identifikohesh apo jo? I ka kaluar koha. I ka kaluar koha, kështu që edhe duash thjesht. A të bëj një pyetje jashtë kësaj. A mund të aplikohet komunizmi me nuanca moderne? Sot më duket e pamundur ose pamundur. të jetë e vështirë. Kur u tentua gjatë shekullit 20, u tentua me zell të madh, edhe dështoi, kështu që mendosh që mund ndodh zdyti. Sigurisht në parim asgjë nuk është e përjashtuar, si diskutim teorik, mirë po nuk është në horizontin praktik të sotme, kështu që është e kohë të flasësh politikisht. Ose mund të jetë shumë larg, ose afër me këtë. Si e shpjegon fenomenin që ndodh pas 300 vjetësh, edhe si vlen ta diskutojmë. Mund të jetë e gabuar statistika që kam, por kam dëgjuar që rreth 60-70% e pedagogëve në Perëndim identifikohen si neomarksist. Si e shpjegon? Po, shkenca. Jo, të gjithë. Të gjithë. Të gjithë. Të paktën ato të ekonomikut nuk besoj. Të gjithë të dhëna që thot Peterson, ëh? Domethënë Peterson thotë që Perëndimi sot është i orientuar, sidomos pedagogët janë tek 70% që janë neomarksistë. E sigurt që kjo nuk ndodh në Shqipëri. Po qartë. Jo. As 6%, jo më 60%. Arsyeja, sigurisht, Perëndimi ka një histori komplekse. Besoj që arsyeja kryesore ka të bëjë me faktin që intelektualët zakonisht janë kundra, pra kanë një raport kundër pushtetit edhe logjikës dominuese ekonomike, kështu që sako institucionet dhe struktura ekonomike janë, le ta quajmë kështu, kapitaliste, është e pritshme që aty, sidomos ku ka liri akademike, në momentin që s'ka liri akademike, pasi të gjithë janë me pushtetin, pa aty kombinohet liria akademike me këtë ndjenjën e të qenit kundra, e përpasoj marksizmi ka qenë deri vonë ose trajtat e të majtës, le ta quajmë radikale, se nuk është edhe marksizmi, ka qenë gjithmonë një lloj josheje për intelektualët, pedagogët, studiusit, sidomos të këtyre shkencave humane dhe shoqërore. Profe, rikthehemi pak këtu në aktualitet. Por i tentojnë sërish të diskutojnë për reformën territoriale. Nuk është se kishte shumë kohë që ato e bën, domethënë para 10, nuk e di, vitesh. Përsëri, pse mendon njerëz si fillim po e rikthejnë? Sa ato janë shumë suksesshëm me reformën aktuale territoriale. Çfarë fshihet pas kësaj dëshire për diskutim? Po unë besoj që reformat në Shqipëri janë si tenderat. Tenderi nuk bëhet për shtruar rrugën, bëhet për të vjedhur 20-30%, kështu që edhe reforma territoriale nuk bëhet për të zgjidhur një problem konkret, po për të përmirësuar pozitën dhe pushtetin atyre që kanë pushtetin në zgjedhjet e ardhshme. Pra, ata duan me shumë nga 83 bëjnë 95. Ata duan që ta organizojnë territorin në atë mënyrë që ta kenë më të lehtë të fitojnë herën tjetër, zgjedhje lokale apo zgjedhje të përgjithshme. Kjo është brenga kryesore. Se ti e the me drejt, nuk ka shumë vite që e bën një reformë territoriale, e shpallën suksesme. Mirë po, nëse do ishte kaq shumë sukses për të futur duart. Ka një gjë që nuk shkon. Në fakt ende nuk ka një draft me cilin mund të gjykojmë. Pra, nuk është se është paraqitur në opinionin publik ndonjë ide konkrete që ta diskutosh, por ama duke u nis nga përvoja, unë arrim përfundimin që nuk kanë fare qëllime të mira. E njëjta gjë me reformën zgjedhore edhe me të gjitha reformat. Pra, është si puna e shtrimit të rrugëve. Rruga ngaherë prishet për të rishtruar në mënyrë që të vidhet 20 apo 30% i tenderit. E njëjta gjë është edhe me ato që janë reformat të mëdha. Profesor, a mund të themi që problemi këtu nuk është as ligji, as politika në teori, as programi që ka secili, por interpretimi i saj. A mendon se në të vërtet problemi është programi politik që kanë gjitha këto partia, apo është ekzekutimi? Sepse edhe ndarja mora shkas nga kjo, ndarja territoriale, pra vjen si pasojë e një logjike të gabuar të ndarjes, apo si pasojë e faktit që me cilën do ndarje prap do kishte probleme? Rasti i reformës territoriale, si u thash, nuk kemi ende një draft që s'kemi të parit, sepse që ka ndodhur gjatë në përmbajtje.
këtu është i kombinim i ligjit keq me vullnetin e keq. A është ligji që patjetër. Vullneti i keq bën ligjin e keq. Pra nuk është se në ligjin e sjellin marsianët. Ligjin e bëjnë këta aktorë politik, edhe bëjnë rreth parë duke pas synimet mbrapsht, duke dashur përfitojnë individualisht, politikisht, në kurrizë të interesit publik. Dhe sigurisht vullneti keq çon një ligj keq, çon një ligj me një probleme, edhe përpasoj sigurisht qytetarët vuajnë, por nuk është thjesht dikur është pas thënë kjo që ne kemi ligjet e mira por nuk i zbatojmë. Po. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Tani mbase kodi rogor nuk është daq i keq. Mund të ketë ligje që janë bërë copy paste nga vënë të përparuara. E kemi shkruar dhe ne duhet. Por flas gjithsesi ligjet më sensitive, po ju marr një shembull. Ligji i investimeve strategjike 2015. Praktikisht i mundson shtetit t'ia marr pronën private një njeriu të thjesht e t'i japi një oligarku të madh. Dhe nuk i lejohet qytetarit thjesht i ka i prodh vogël që të negocojë drejt për drejt me investitorin. I thotë se ta marr unë dhe unë ta përcaktoj çfarë dhe si dhe ku, po. Edhe në këtë sens sigurisht ky është ligj i keq. Është i ligj i keq që interpretohet në thojza mirë, domethënë ata shikojnë deri në fund. Jo, po të keqen mi do të interpretojnë. Të bëjnë. Kështu që ka shumë ligje të këqija edhe të natyrës politike, të kodit zgjedhore, gjithçka tjetër. Do jeni ju kandidat i lëvizjes bashkë për zgjedhjet e afërta tani për Bashkinë e Tiranës? Po, hiq rasti që të shtyp makinat. Do të jem, është një vendim politik që ne kemi marrë që në tetorin, nëntorin e vitit kaluar, kur u bë sikur do kishte zgjedhje në Tiranë. Kështu që do të qëndrojmë atij vendimi, unë do të jem kandidat për kryetar bashkie i Tiranës, i bie në pranverën e vitit tjetër. Në fiks. Po, atëherë do bëhen zgjedhjet lokale. Tani unë uroj që presioni popullor e protestat e ardhshme të mundshme të argëzojnë qeverinë e të kemi zgjedhje të përgjithshme para zgjedhjeve lokale, mirë po si thua, nuk mund të vëmë dorën në zjarr për këto gjëra. E vetmja gjë që di me siguri është që në pranverën e vitit tjetër do ketë zgjedhje lokale. Edhe zgjedhje lokale unë do të jem kandidat i lëvizjes bashkë. Si shikon emrat që kanë dalë tani, që do jenë potencialisht kandidat kundërshtar? Është diskutuar Erion Braçe, i cili ka vetë shpallur kandidaturën, me informacionin që unë kam, është Ogerta e cila deri tani nuk ka një informacion që e kundërshton këtë gjë që do jetë. Gjithashtu dhe nga opozita nuk është se ka akoma një emër. Tani unë do jap gjykim për ata që janë ende zyrtarisht kandidat. A do të jenë deri në fund nuk e di, mund të vinë personazhe të tjera. Ajo që dihet deri më sot dhe që do të shkonin në nëntor, po të na lindë gjykata kushtetuese në zgjedhje, është që kandidati e PS-s do të jetë Manasir Liu, kandidati jo thjesht i PD-s, po i koalicionit partive të tjera rreth e qark PD-s do të jetë Binaj. Po. Kjo dihet, a do të jenë deri në fund apo jo? Nuk e dim ka mbështyr as ata vet, sepse edhe ato parti nuk e vendosin kandidatat do jesh apo jo, e marrin surprizë nga kryetarët e partive apo nga kryeministri në këtë rast. Shiko, mendimi që kam pas për dy rivalët e mi potencial, po. E kam shprehur edhe përpara disa muajsh që në fakt nuk janë rivalë të vërtet, do të thënë, nuk kanë atë minimum autonomie politike për t'i konsideruar si njerëz që janë vërtet rivali ke aty. Janë praktikisht zëvendësit ose ata që përfaqësojnë praktikisht Edi Rama dhe Sali Berishën. Dhe në rast se unë do të kem përsëri përballë këta dy kandidat, do të jetë de facto gara ime do të jetë me Rama dhe Berishën. Rama dhe Berisha nuk dalin vetë për të kandidojnë për kryetar bashkie, sepse kanë punë tjera pase. Braçe në fakt nuk është se është quajtur si kandidat i Ramës, se nëse del unë nuk besoj që Braçe do bëhet një kandidat për kryetar bashkie pa lejen e Ramës apo pa vullnetin e Ramës. Nuk besoj se ja imponon dot Ramës kandidaturën. Nëse del kandidati pavarur për një parti tjetër, nuk e di domethënë, po kur të vi rasti do ta gjykojmë, s'kam çfarë them tani. Kam përshtypjen që kushdo që të jetë në PS do të jetë kandidati i Ramës dhe nuk mund pretendoj sikur s'ka të bëjë me Ramën, ose sikur nuk do të mbaj barrën e përgjegjësisë që ka Rama si kryeminist për të gjitha pabërat që ka. Arlind, Tirana është si është? Nëse do vjen krye, çfarë do bëje? Do bëja shumë gjëra. Ashtu tha dhe Lulio. Shumë gjëra. Pastaj tha që nuk na lan. Domethënë mendon se mund të bësh? Tani sigurisht që të qeverisësh Tiranën do duhet që të kesh bashkinë, të kesh këshillin bashkiak, kështu që le ta marrim. Sikur populli i Tiranës do të votojë edhe mua për kryetar pa edhe lëvizjen bashkë për këshillin bashkiak. Se sigurisht nëse je vetëm kryetar me këshillin bashkiak kundër i ke kompetencat e kufizuara. Ka elementë tjerë pastaj që janë në dorë të qeverisë qendrore. Për shembull, kullat mbi 8 kata, mbi 6 kate, lejet jep drejt për drejt qeveria qendrore. Se ti ishte për mua do të ndaleshin tërësisht në
unazën e madhe të Tiranës, sepse Tirana është e mbi ngarkuar me ndërtesa dhe ka një densiteti popullsie në qendër për metër katror që është e rrallë në Evropë për keq duhet të them. E qartë. Tani kur më pyesin çfarë do të bësh ditën e parë. Ditën e parë që edhe efektin e ka ditën e parë, se unë mund të them do ndërtojmë 15 shkolla apo 20 shkolla, po vendimi mund merret ditën e parë, po ndërtimi i shkollës do ja 2 vjet, që shkoj deri në fund. Brenda mandatit tënd nuk mos ta kuvizojmë ditë e parë, ditë e fundit. Brenda mandatit tënd, cilat do të ishin ndërhyrjet e para, si do përmirësojë jetën e qytetarëve, kaq. Ata nis me një gjë shumë të thjeshtë që do bëja ditën e parë, pastaj shkoj ku do me kënaqësi. Gjë e parë që mund të bëhet brenda ditës është hapësh oborret e shkollave. Po ta vini re, oborret e shkollave janë të vetmet vende ku ka fusha sportive sot në Tiranë, praktikisht. Dhe oborret e shkollave po mbaroi turni i parë i mësimit, mbyllen me çelës dhe fëmijët e lagjes, ndryshe nga fëmijët e kohës time, që mund të shkonin te oborri i shkollës luani futboll, basketboll, e kanë të ndaluar praktikisht. Dhe prindrit do duhet të paguajnë para që fëmijët i bien topit me shqel, apo të rrahin i top basketbolli në dysheme. Kjo për mendimin tim është e patolerueshme. Sigur Tirana të kishte fusha të mëdha sportive, hajde, mund të thoshim që na duhen oborret e shkollave, po në kushtet ku ne nuk kemi pothuajse fare hapësira publike. Dhe vetmja hapësirë lagje ku fëmijët mund të luajnë pa i shtyp makina, është oborri i shkollës. Nuk ka asnjë arsye pse oborri i shkollës të, si thua, të mbyllet. Të jetë i mbyllur. Të mbyllet me çelës. Flasim për palestrën e jashtme, apo flasim për fushën e betonit. Nuk ke as çfarë thyer, aty edhe të vish me kazëm nuk ke çfarë prish. Kjo është diçka që mund të bëhet brenda ditës. Një tjetër gjë që ne e kemi pas program që 2023 do ta kemi përsëri, është ideja e shkollimit me afat gjatë. Çfarë do thotë kjo? Fëmijët sot, këtë kam dhe përvojë vetjake, mbarojnë mësimin në orën 11:30 ose 12:20 dhe praktikisht nuk kanë ku shkojnë. Nuk kanë ose rrinë te gjyshri, që do thotë me celular përpara apo para televizorit, ose futen në një qendër kursesh që nuk është gjë tjetër veç një apartament i vogël në mbikëqyrjen e një mësuesi. Ndërkohë bota e përparuar u mundson fëmijëve të rinë shkollë deri nga ora 4. Kanë dhe i vak ushqim aty brenda, të bëjnë edhe i kurs sportiv, artistik, të argëtohen me njëri tjetrin. Është krejt e mundur që kjo të bëhet në Tiranë. E kemi pas pjesë programit ton 2023, kanë filluar të na kopjojnë çik edhe Majta. Pra këtë do të thotë që kanë filluar si ide, sepse idetë e mira kopjohen. Patjetër. Dhe kjo në fakt na bën mirë. Mirë, ne duam të shkojmë deri në fund kësaj ideje, sepse është shumë e rëndësishme që fëmijët në Tiranë dhe sigurisht në gjithë Shqipërinë të kenë arsimin më të mirë të mundshëm dhe edukimin më të mirë të mundshëm. Nuk na edukon iPadi, nuk na edukon celulari, nuk na edukon ku diun. Rrjetet sociale të përdoren në mënyrë frenetike, madje krijojnë mbase probleme për rritjen e shëndetshme të fëmijëve. Fëmijët kanë nevojë për kolektivitet, fëmijët kanë nevojë për lojë, kanë nevojë për të ndjerë të lirë. Të paktën fëmijët e brezit tim edhe ju nuk keni shumë të ri, ka shtypjen. Mbase mani më në kohën ku luaj me top apo jo, luaj me top te oborri. Sot flasësh luaj me top e oborri, është një lloj si thua ku diu. Okej, kjo është një zgjidhje, pra do aktivizoje më shumë fëmijët më gjatë dhe do hapi oborrët që fëmijët e tjerë të mund të luanin. Tjetër? Se kjo është diskutim të rëndësishme. Kjo është e para. E dyta sigurisht na duhet një plan urbanistik për qytetin, por këtu pastaj do hyjnë edhe kompetencat e qeverisë qendrore. Domethënë nuk është thjesht çështje e qeverisë lokale, sepse ideja ime është që qendra e Tiranës dhe qendra kuptimin më të gjerë të fjalës, jo thjesht bulevardi kryesor, është një qendër e mbi ngarkuar dhe përpasojnë na duhet që jo vetëm ta mbrojmë hapësirën e pakët publike që na ka mbetur, sepse këtu po të shohësh buletinet zyrtare, thotë edhe këtë muaj u dha leje për një kull aty ku kishte një park, ose u prish një shtëpi e vjetër tradicionale për të dhëtuar përsëri një ndërtesë e lartë. Ajo që duhet bëjë është që kishim një plan të ri dhe të qëndrueshëm urbanistik që të jepnin përparësi hapësirave publike, të kishim më shumë hapësira publike. E treta ka të bëjë me transportin publik. Si ti bëjmë qytetarët që makinën ta kenë opsion dhe jo detyrim. Sot qytetarët e Tiranës e kanë makinën detyrim, pra po s'more makinën, s'ke ku shkon. Na duhet i transporti të jetë i shpejtë, cilësor dhe i lirë. Tram. Po është ide e vjetër. Tani e fillojmë një herë me ato që janë më të lehta. Me autobuzin. Po të bisedosh me Fatorinot thotë diçka të thjeshtë, thotë sikur të funksiononte kjo korsia dedikuar, që e kanë bërë një 2-3 vende sa për sy e faqe, por nuk e respektojnë. Unazës mund t'i biesh vërdall për 30 minuta, Unazës vogël Tiranës, maksimumi për 30 minuta. Që të thotë, ekziston mundësia që qytetari ta shohë autobusin si një mjet më të shpejtë, sigurisht më të lirë,
të transportit. Po e bëm këtë gjë. Po s'na lënë. Por më duket se Nuk do jenë shumë ata, nuk delën në kamp, kem BMW në shtëpi tani dal me autobus, pse çfarë jam. Ne kemi edhe probleme mentaliteti jo. Nuk ka 10.000 veta me BMW, këtë do të them. Pra, në rast se ne investojmë në transportin publik. Unë përdor për ditë autobusin për të shkuar. Ja, unë se përdor për shkakun, dhe kam probleme atë. Po mirë. E ke parasysh? E ka shumë si puna ime. Po patjetër. Unë besoj që do bëhen shumë si puna ime nëse autobusi mund të jetë cilësor, bëhet cilësor. Da, dakor, ta shohim. Nëse keni shkuar në besoj patjetër keni shkuar në një vend perëndimor të zhvilluar, transporti publik nuk është fyes, por nuk është. Po pjesë e kulturës tjetër, aty shumë gjëra nuk janë. Është edhe cilësor mjaftueshëm, nuk është thjesht çështje kulture, është cilësor mjaftueshëm që ti e di, ore pse do hypesh makinë ti ku atë ngarin e makinës ta ketë ndor dikush tjetër, shoferi i autobusit. Ti rri, merr një libër, rri në celular, ulu diku aty, edhe të shkosh në punë për pak minuta. Dhe është e mundshme që kjo të ndodh, mirë po, nëse kjo ndodh, keni parasysh diçka që shkelin interesat e ca të forta. Për shembull, shkelin interesat aty që shesin naftë. Që kanë interes që sa më shumë shqiptar të përdorin makinën dhe të blejnë sa më shumë naftë, që ata të kenë fitime sa më të mëdha. Flasim për oligarkët e naftës këtu. Pra duhet shkelës sa interesa të fortësh për të shërbyer interesave të qytetarëve. Ata që merren politikë në Shqipëri nuk kanë guximin edhe ndeshmërinë mjaftueshme për ta bërë këtë gjë. Çdo për mendimin tuaj, çdo biznesmen i suksesshëm mund të klasifikohet si oligark? Tani kjo është një pyetje shumë abstrakte, se do të shkonim rast pas rasti, edhe do të ta përkufizoni cili është suksesi. Domethënë çdo të thotë je i suksesshëm. Kush quhet për ju një biznesmen i suksesshëm? Po tani i suksesshëm mund të jetë edhe një që ka një kafene, që shkon gjithë lagja aty. Flasim për biznesin e madh, domethënë se tani në këtë kuptim. Po edhe i madh, mund të kesh një biznes të, për shembull, ka një mos gaboj, është një kompani koreano-jugore që në Fier bën timonët e makinave. Për mua ky është modeli i biznesi prodhues, një biznesi që rrit edhe kreativitetin. Ka ardhur këtu sepse janë pagat më të ulta. Por mund të rri këtu edhe me paga më të larta, sepse ka kosto tash vendosësh biznesin, sepse punëtori duke ju respektuar të drejtat, edhe duke u paguar siç duhet, ka dhe motiv më të madh për të punuar. Pra, ndoshta arsye e parë pse vjen të investojë në pagat e ulta, po pastaj për të qëndruar këtu, biznesi mund të ketë nevojë edhe për një forcë punëtore që është më bashkëpunuese, që punëtori mos thot një herë në 2 muaj ika unë tani se ndoli viza për Gjermani. Se këtu kemi edhe një problem që bizneset prodhuese pastaj që janë bizneset e vërteta, jo bizneset spekuluese, kanë gjithë tepër problemin e mangësisë së forcës punëtore. Problemi tani në një vend me kaq shumë korrupsion si Shqipëria është që ato më të suksesshme të fare, zakonisht janë biznese të cilat kanë marrë favore të rëndësishme nga institucionet publike, qendrore apo lokale. Dhe kanë një normë fitimi shumë herë më të lartë se bizneset e tjera. Kush janë këto biznese? Cilat? Këto që kanë përfituar. Këta që kanë marrë koncesione. Gjithë këta që kanë marrë firmat e ndërtimit. Po. Dhe po i marr një rast. Sa është norma e fitimit në një biznes prodhues dhe në një biznes ndërtimi? Nëse ti investon në ndërtim në Shqipëri, që praktikisht janë kushte oligopoli, ti normën e fitimit do ta kesh 15-20%. Zyrtare, në lere ato që janë pas letrave. Nëse investon në një biznes prodhues e ke 5-6%. Pra, të investosh në ndërtim në Shqipëri fiton 4-5 herë më shumë se sa të investosh në një biznes prodhues. Ne na duhen më shumë biznese prodhuese që s'ka nevojë për shtetin. Ora, a keni vënë re ju njerëzit më të pasur në Shqipëri nuk janë kohën shtetit për nivelin e taksave. Kupton? Në vendet e tjera, biznesi është ai që përballet me shtetin duke thënë po na taksoni shumë. Në Shqipëri, oligarkët, si quaj unë, as i sheh kur të ankohen për ndonjë gjë. Po ideja është tani edhe s'paguajnë taksa, edhe ato pak taksa që paguajnë janë shumë. Edhe oligarkët insiston, redaksia jon insiston shumë. Kush janë ta oligarkët? Duan emra, po. Më i pasur Samir Mane në sektorin e ndërtimit, Shefqet Kastrati në sektorin e naftës. Janë këta të ndërtimit pastaj që kanë firma ndërtimi, Salillarie, ky Ulaj. Janë këta që marrin koncesionet e shëndetësisë, Allajbeu. Pra janë ja 10, 15, 20 në varësi të si thua sektorëve. Këta janë njerëzit më të pasur dhe janë njerëzit që kanë përfituar ose leje ndërtimi në Tiranë, ose koncesione, ose përfitojnë nga statusi investitori strategjik. Pra në të gjitha këto raste është një institucion shtetëror që i jep para ose i jep leje të privilegjuara. Ai që investon për të prodhuar diçka, ore qoftë dhe gozhd, ai nuk ka nevojë për qeverinë. Ose pse ai do kishte nevojë për, ku diun, për një kredit butë kështu me radhë, por
nuk kujtohet njëri për të, pra nuk kujtohet njëri për biznesin që do të punsoj. A nuk ndodh jashtë shkruar lind, domethënë a nuk ndodh që biznese përgjithsisht të rëndësishme që kanë kapital të lartë, që mund të kryejnë investime strategjike dhe të rëndësishme, sigurisht të favorizohen. Musk nuk e di se sa Po patjetër, çdo shoqëri perëndimore patjetër i ka favorizuar investimet strategjike. Domethënë pse është problem? Problem është se mënyra si përcaktohen fusha strategjike është problem. Që thot, nëse dikush do investonte në teknologjinë e informacionit, me fjalë, ose në po se kemi atë eksperiencë. Pritin se nuk kemi atë eksperiencë. Se nuk kemi një arsim që mund të prodhojë njerëz që duan. E kanë bërë shtete që kanë qenë si ne dikur para 50 vjetësh. Po kanë reflektuar, kanë rritur një gjenerat, kanë dhe ja kanë dalë. Po ne nuk kemi ato kushte. Ja të jap një përgjigje. Asnjë shtet nuk ka bërë hire përmes turizmit edhe ndërtimit. Asnjë shtet. Çfarë thot qeveria shqiptare? Sektorët strategjik Shqipëri janë ndërtimi, shikojeni. Treçareku janë bosh, në vërtetë thonë që ndërtohen. Po ti thua investimin në teknologji, në industri. Duhet investimi në industri, po si do ta prodhojmë këtë konkretisht? Në bujqësi, shteti të vendos disa favore fiskale, të ndihmon në kredi marrje, të ndihmon në kualifikimin e forcës punëtore, mund të përballë problemet të kostos, pagesës, sigurimeve shoqërore, por njëkohësisht të vendos edhe kriteret vlerësimit. Kjo është përvoja mbi fjala e dikush me Koresë Jugut, e Hong Kongut, e Singaporit. Vende që e kanë nisur shumë prapa, pra para 50 viteve ka qenë jashtëzakonisht varfra, pra nuk janë Zvicra, nuk kanë qenë gjithmonë Zvicra, dhe ja kanë dalë në krye të pak dekadave të jenë ekonomi nga më të rëndësishmet e botës. Sigurisht, ne duhet të jemi të vetëdijshëm për përmasat tona, edhe kjo gjë duhet thënë, ne edhe nga palë e popullsisë nuk kemi Korea e Jugut apo Japonia, por ama ne mund të hidhnim hapa në atë drejtim. Fakti që shteti sot këtu nuk shqetësohet për këtë gjë, shqetësohet thjesht si të pastroj parat që vinë nga burime të paligjshme. Ajo që mendojnë këta që kanë pushtetin sot Shqipëri është që ka parat pista vërdall shumë. A gjem do të një mënyrë shpejt për të integruar në ekonomi? Mirë, po ky është i vizion përveç se i korruptuar dhe shumë dritë shkurtër i ekonomisë, sepse kësaj ti ushqen një proces që e gangrenizon ekonominë. Pa praktikisht po i thua atyre që kanë para, vazhdoni merruni me trafik se kjo është rruga e dur, dhe po ashtu kjo është diçka që falimenton bizneset e ndershme. Takoni një taksist, do të ankohet gjithmonë. Do të ankohet sepse thotë këto firmat e mëdha taksive. Arlind, jemi dakord, jam shumë dakord. Po japin një ofri, po japin një shërbim cilësor, kuptimi luksoz, edhe shumë të lirë. Si u del Esapi thonë. Po pra, si u del Esapi. Jemi shumë dakord, por çështja është shtrimi praktik. Edhe një shembull. Po. Shkon te lagja ime, sheh një kafe super luksoze. Mor po kafe që thua sa para ka hedhur ky për të bërë këtë kafe, të madhe luksoze. Sa kushton kafe aty 800 lekë, thotë, si del Hesapi këtij me 800 lekë. Ky që ka këtë koliben e vogël duhet ta ketë 900 se nuk i del. Që thot, tani na fat shkurt do i mund thuash kam një kafe luksoze te lagja dhe po e pi kafe 800 lekë. Mirë, po kjo kafe luksoze po falimenton 3-4 të tjerë. Që nuk e kanë luksin të pastrojnë parat, duhet të bëjnë një biznes ndershëm. Kështu që na fat gjatë, ky është problem. Absolutisht, si zgjidhet praktikisht ky problem. Dhe nëse janë konstatuar këto gjëra që po përmend, janë gjëra që janë konstatuar në nivel populli, i ndjen në palc populli shkret. Kështu që nuk është se janë gjëra që duhet të vijë një politikan apo një figurë politike të thosh ju nuk keni lekë, e dim që s'kemi lekë, e kuptojmë që ka korrupsion, e i dim gjitha këto. Në raport me një popull që është shumë i vetëdijshëm për këto probleme, pse nuk mendohesh ti apo të tjerë si puna jote që janë të rinj si shpëtimtar, kur si ka mundësi nuk ju besojnë? Se është tjetër që janë zgjedhjet e korruptuara e tjera, më edhe dim këtë gjë. Po nëse vërtet do kishte një val popullore që do thoshte enough is enough, boll me këta, erdhi Arlind Qorri do ja besimin. Si ka mundësi si nuk ju beson? Pse nuk ju beson? Tani ti del në përfundimi që mua nuk besojnë, mua më duket çik ndryshe, po. Po përfundimi për sa kohë janë pushtet do thotë që s'besojnë, unë e kam shumë thjesht, domethënë ty të beson një pjesë e popullsisë, patjetër nuk po them që nuk të beson një pjesë. Por nëse ti do ishe zgjidhja konkrete për ta, a nuk do ishin në pushtet tani? Jo. Sepse në pushtet nuk vihet për një vit, nuk vihet për 2 vjet, sidomos në një sistem të jetë korruptuar dhe të pabarabartë, kjo është akoma dhe më e vështirë. Lëvizja Bashkë është themeluar 3 vite e pak më parë.
Kështu që ne në 3 vite do t'ja dilim të fitonin 71 deputet. Ore, Hitleri për sa vite erdhi? Ishte iluzion. Hitleri për 5 është dashur mbi 10 vjet, pastaj kishte mbështetjen e njerëzve më të pasur të oligarkëve të kohës. Shfrytëzoi një krizë. Po krizë jemi dhe ne. Pastaj për t'i vënë flakën botës duhen oligarkët, problemi është bërë një punë të mirë nuk duhen. Ja, shiko, tani flakën botës me erdhin pushtet janë dy gjëra ndryshme. Them që kur erdhin pushtet dhe i vuri flakën botës, pastaj se erdhi për mirë. mirë. Erdhin pushtet, po dhe mund t'ja vësh detyrën, nuk e dim çfarë do bësh ti. Ne themi pse s'po vjen pushtet. Ata e dim çfarë ka bërë. Kështu që pse Lëvizja Bashkë ende nuk ka shumicën e votave. Sigurisht po ka të bëjë edhe me sa kohë duhet mendon ti që Lëvizja Bashkë kjo nuk mund parashikohet, mund ndodhi shumë shpejt për shkak të degenerimit të sistemit vjetër politike dhe të avancimit tonë të shpejt, mundoj më shumë kohë. Ajo që është në dorën time është të them që jo të them, po edhe ta them në mënyrë sa më bindse të jetë mundur, është që unë do qëndroj këtu deri në fund. Pra unë do vazhdoj të bëj këtë gjë, do vazhdoj të bind qytetarët për drejtsinë e këtyre parimeve dhe për dobishmërinë e këtyre parimeve, jo vetëm drejtsinë, por edhe dobishmërinë e këtyre parimeve. Dhe të përpiqem që t'ju mbush mendjen sa më shumë njerëz, dhe vetëm të mbush mendjen, po t'u jap dhe besim, se ajo që unë kam vënë në zgjedhjet e kaluara, është që raporti midis simpatisë për Lëvizjen Bashkë dhe votës për Lëvizjen Bashkë ka qenë shumë i drejt. Je për të komplimentuar për qendrimet që ke mbajtur. Pra, sikur të na votonin gjithë ata që na simpatizojnë, mbase në mos do kishin fituar. Pyetja që bëri Rudi është që pak a shumë establishmenti e ka krijuar këtë lloj mënyre funksionimi, ku ashtu siç thoni dhe ju, simpatizantët nuk e pas kanë mundësinë që ta shprehin mendimin e tyre të lirë. Po çfarë ju bën juve që të vazhdoni dhe të mendoni se në një moment vetë establishmenti, sepse është e njëjtë akuza nga politikanët e ri, që establishmenti ka krijuar, e mban, e mirë mban, e kanë kopsitur sistemin në këtë lloj mënyre që të vazhdojnë të jenë ose së bashku, domethënë ai çfarë quhet establishment, dhe si mendoni ju se një moment vetë këto do thonë që shiko se tani do ta lëm të lirë edhe të ndryshoj sistemi. Se është pak jo kontradiktore, ndoshta s'po më vjen fjala e dur, paradoksale. Paradoksale, që ideja është tani këto e kanë dhe shkopin dhe gurin dhe arrën dhe të gjitha, edhe të konkurosh në një sistem ku praktikisht e di dhe i thua njerëzve që shiko se kështu është sistemi. Unë s'pankojmë për sistemin zgjedhor. Jo, sistemin e funksionimit në tërësi. Shiko, t'jap një përgjigje se është çështje shumë interesante kjo që ngritet. Unë besoj që në 2025 kur kishim zgjedhje, populli shqiptar me shumë drejt, i vlerësoi partitë e reja, po i vlerësoi minimalisht. Pse? Sepse populli shqiptar është djegur nga qulli, si e thon. Një sekond, i vlerësoi, pra kjo i vlerësoi kuptimin shndrojnë parti parlamentare, një 3 parti që e drejt, por ideja është se thatë pak më parë që kishte disbalancë shumë të madhe të mbështetësve, por në pak vota. Në rastin ton pak më shumë duket. Kam përshtypjen kështu. Shumë duket, domethënë simpatia është shumë e madhe, dhe ne morëm vota sa për të futur një deputet në parlament. Partitë e tjera plus minus e njëjta gjë. Po unë besoj që në fakt populli shqiptar në 2025-ën, në kushtet ku është gjendur, ka vepruar në mënyrë të arsyeshme, çdo më thënë të arsyeshme. Ka thënë prit ti marrim çik provë këta që pretendojnë që janë të ri dhe të mirë. Ti marrim provë, se ne jemi djegur. Sa veta kanë ardhur këtu ka thënë risia do bëjmë namin e kështu me radhë. Le ti marrim provim dhe të themi, po japim secilit nga një ose dy deputet, edhe të shohim çfarë do bëjnë këta me këtë deputet. Çfarë do bëjnë, si do sillen? Do lënë nam, do shqyejnë njëri tjetrin, apo do përfaqësojnë qytetarët me dinjitet. Do unë besoj që Lëvizja Bashkë ka kalu provimin, madje ka marrë dhe 10. Timin, kemi marrë një deputet që me vendimin tim është deputeti më i miri i Kuvendit të Shqipërisë, Redi Muçi. Kemi treguar seriozitet, solidaritet dhe populli thotë nuk na shkoi vota dëm 2025. Këta e kaluan provën, sepse besimi është shumë i vështirë për të ndërtuar. Duhet ndërtuar çdo ditë nga një tull. E vërtet. E humb brenda momentit, brenda ditës e humb besimin. Keni ju një target votash për zgjedhjet e ardhshme? Për ne objektivi është gjithmonë të jemi më mirë se një palë zgjedhje më parë. Të jemi më mirë se një palë zgjedhje më parë tregon që avancojmë. Në varësi pasaj të kontekstit, edhe të raportit me forcat e tjera, mund të jemi shumë më mirë, pak më mirë, pa më e rëndësishme është të jemi më mirë se zgjedhjet e mëhershme. Na avantazhon degenerimi i sistemit vjetër politik, degenerimi kuptimin që po mban shumë erë. Era e keqe, kundërmimi jo vetëm i qeverisë, por edhe i opozitës vjetër është
para syve të gjithëve. Dhe ky nuk është thjesht, si thon, wishful thinking nga ana ime, pra mendim kështu për plot me dëshira të mira, por është një lloj realiteti. Se dua t'ju kujtoj. Folëm pak më herët që unë jam kandidat i Lëvizjes Bashkë për Bashkinë e Tiranës dhe do të hyen zgjedhjen në nëntor. U bë një sondazh nga një televizion që më vendoste mua si kandidat për kryetar bashkie në shifrën e 12.5% në Tiranë. Pa 12.5% zori i vetmi sondazh që votua aso kohë. Herën e fundit që kandidova për Bashkinë e Tiranës ka marrë 4.78% votave. Pa 2023 ka marrë 4.78% votave, kur u bërë sondazhi për 2025-ën, sondazhistët arritën përfundimin që po të bësh një zgjedhje në atë moment, unë do merra 12.5%. Që thot pothuajse 3 fishin. Dhe kjo tregon që kemi avancim. Pra e nisëm para 3 viteve dhe jemi këtu. Pra besueshmëria fitohet në plan më afatgjat. Kjo është ajo që po është e pashmangshme. Njerëzit janë zhgënjur shumë nga lloj-lloj sharlatanësh që u kanë premtuar parajsën. Në Shqipëri po ta vini re në këtë 30 ca vite, çdo 2-3 vjet del një sharlatan i suksesshëm, bën gjurulldi, fiton vëmendje dhe pastaj bie si kështjell perërore. Kështu që njerëzit kanë nevojë për më shumë kohë ta krijojnë besimin. E qartë është, më patjetër. Po e fitoj besimin ditë atë ditës, duke u thënë njerëzve, shiko, na vinin provë, pra shikoni, na vëzhgoni. Dhe na gjykoni objektivisht. Qofse na gjykoni objektivisht, besoj do ecim. Kurti, pse edhe ai pati një Po, sigurisht. Edhe pse duhet thënë që partitë e vogla kanë gjithmonë një justifikim që kur vihen në provë, gjithmonë gjejnë arsye të mos funksionimit të sistemit. Pra, ne doni, po s'na lën ata, ne do. Është çike vështirë që të kuptohet vërtet prova. Domethënë në provë është një njerëz kur ka pushtetin. Në momentin që mund të kontrollojë, mund të marrë vendime, mund të tregojë, mund të vendoset pikërisht në pozitat që duket. Ta jap një provë. Sigurisht prova, unë nuk kam qenë kryeminist i Republikës së Shqipërisë, që të them kur isha kryeminist bëra këtë gjë. Po, edhe unë po të isha, disa mirë do bëja ore. Por ne e kemi një provë të qëndrueshmërisë pak. Qëndrueshmërisë edhe të mbajtjes fjalës. Para atë po. Unë para zgjedhjeve të kaluara vendosa, dhe thash publikisht që nuk do jemi parë në listën e Lëvizjes Bashkë, listën e kandidatëve për deputet. Ajo është për të komplimentuar tek. Më zgjodhi të dytën duke mos dashur i pari, u zgjodhi i pari Redi Muçi, është deputet, është shumë i mirë. Mbas zgjedhjeve gojët e liga dilin aty dhe thoshin kjo është vetëm një loje, do jap dorëheqjen ai do vi këtu, thonë Rin Terziu, po si mund tallemi ne me vetë dhe me të tjerët e të bëjmë lojra. E mos i kanë tall tjerët. Po pikërisht nga që si jemi si tjerët, ky është problemi, nga që si jemi si tjerët. Kjo është një mënyrë për të thënë që shiko, aq kishim dorë më së. Ne jemi në një fazë ku kandidati i Lëvizjes Bashkë kandidon maksimumi për deputet në këtë fazë ku jemi. Do bashkoheshit që kemi në dorë e bëjmë seriozisht. Do bashkoheshit ju, domethënë ideja është deputeti i Lëvizjes Bashkë. Do bashkoheshit ju me partinë Mundësia votat për një çështje, për një temë të caktuar. Tani ki parasysh diçka që votat në parlament zakonisht janë pro ose kundër. Nga herë është abstenim. Domethënë çfarë do të votosh ti, do ketë dhe të tjerë si ty që kanë votuar ashtu. Ideja është kur del një ligj i keq ti do votosh kundra. Okej, nuk quhet bashkim votash nëse të tjerët kanë votuar kundra me ty. E zëm për reformën territoriale, që jeni kundra të dyja, do bashkoheshit ju për të krijuar një aksion politik? Partitë e reja ose partitë e vogla në Shqipëri. E kam parë që keni qenë nga partitë e reja që si thua i keni treguar kufijt e bashkëpunimit më shumë se të tjerët. Pra keni thënë që nuk bashkëpunojmë me paktën me partitë e reja që kanë qenë po edhe me partitë e vjetra nuk bashkëpunojmë fare. Me partitë e vjetra nuk e bëra si pyetje se shiko, që të bashkëpunosh me një subjekt politik duhet të kesh besimin që nuk të lënë mes rrugës, edhe për një kaos të caktuar, jo për nuk tradhon parimet. Po edhe bashkëpunimi për një kaos që ti thua, te kjo kaos jemi bashkë, po te kaosat e tjera ti je i poshtë, unë jam i mirë, sigur nuk shkon. Pra ka nevojë politika për qëndrueshmëri. Pra qoftë unë mendoj që partia që kanë përballë është parti njerëzish pa besues, që nuk merret vesh mënyra si financohet, që mund ta dredhet shkoj sot me Edi Ramën apo nesër me Sali Berishën, atëherë nuk mund të them pavarësisht kësaj, hajde gjejmë një ligj për të cilin të bashkëpunojmë. Po ideja është që nëse synimi i të gjithë të rinjve është që të ikë Rama, paktën për këtë synim dhe pastaj u pastrua territoria, hajde konkurrent. Ky është justifikimi shumë dhe atyre që kanë zgjedhur të bashkëpunojnë me Sali Berishën, thonë që meqense synimi është thjesht të rrëzojmë Ramën, pavarësisht se çfarë zëvendëson Ramën, ata e thonë bëjmë koalicion me Berishën. Ne themi duhet të rrëzojmë Ramën, po duhet të rrëzojmë bashkë me Ramën dhe të keqen e sistemit politik në Shqipëri, dhe përpasoj nuk na duhen pazaret mes kryetarëve të partive, na duhet mirëkuptimi me popullin. Arlind mund të jetë paksa kritike, për të thënë, e kam dëgjuar, e kam ndier për sa i përket figurës Arlind Qorri. Në Shqipëri gjithmonë një leadership
nivel shtetëror konsiderohet një detyrë e marrë nga një person që ka treguar që ka është në gjendje që të jetë i pushtetshëm, të jetë i suksesshëm, të ketë ambicie po themi kapitaliste, të jetë një figurë e ashpër e tjera me radhë. E kam dëgjuar jo rrallë që thonë, ore Arlindi s'po bën lek për veten e tij, do bëka Arlindi për shqiptarët, kur s'është i suksesshëm në mendimi i shqiptarit për suksesin është gjithmonë sipërmarrja, pushteti e tjera me radhë. Je ndjer ndonjëherë i kritikuar në mënyrë të padrejtë në lidhje me këtë gjë dhe a kanë të drejtë të mendojnë kështu? Jo, kritika të tilla nganjëherë i dëgjoj sigurisht. I ke dëgjuar. Shumë pak vete e bëjnë. Në fakt bëjmë për të qeshur sepse në fakt që të jesh i suksesshëm kuptimin ekonomik fjalës. Keni parasysh Shqipëria është një vend shumë i korruptuar. Duhet të ishte korruptuar që të jesh suksesshëm. Suksesi ekonomik ka një bazë të rëndësishme korrupsioni. Kështu që i bie të kërkosh dy gjëra. Të kërkosh edhe mirë qeverisje, që do të thotë luftë kundër korrupsionit, po edhe të jesh i suksesshëm në rrjet korrupsioni. Tani këto nuk shkojnë. Do zgjedhë njëra ose tjetra. Nëse si e korruptuar, për çfarë e bën? Për çfarë po e bën gjithë këtë përpjekje? Se shumica dërmues do thoshin që duan të jenë në pushtet për të përfituar, duan pushtetin vetvete ose mund të pasurohen në mënyrë direkte ose Trumpi për shembull që është kreu i Shteteve të Bashkuara, duke qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara, mbase jo në mënyrë drejt për drejt korruptive ose të shëmtuar shqiptare, banale, por në forma të tjera ka arritur që të fuqizojë ekonominë e tij. Tani unë pyes veten, Trumpi është 80 ca vjeç, por çdo drejtë i duhen më shumë para të këtij. Sa unë kam parë që i rritet pasuria. Por çdo drejtë i duhen. Edhe sa vite do jetojë. Njeriu e ka një cak. Mbase do t'ia uloj fëmijëve ose nipër ose mesave. Ai i pasur ka hyrë në politikë, ç'i duhen? Vërtet nuk e kuptoj. Tani mbase mua më punon mendja ndryshe, që kam pasione. Do të kuptoj. E bën për çfarë? Për idealizëm, për çfarë e bën? Po më shumë e rëndësishme ajo që është e drejtë. Shumë e rëndësishme të kontribuosh për atë që është e drejtë. Edhe ka një lloj kështu lumturie të brendshme që ne i gjejmë pastaj të përshkruar edhe në këto tek filozofët e antikitetit që u studioj, që është domosdoshmë vetë përmbushje, pra thonë bëra gjën e drejtë, bëra një gjë që ka impakt pozitiv tek njerëzit. Mua kjo më përmbush, sikundër më përmbush kurioziteti intelektual. Pra e drejta dhe e vërteta janë dy vlerat që mua më përmbushin. Sigurisht, njeriu duhet të ketë një rrogë mesatare që të mos i qajnë fëmijët në shtëpi. Por unë punoj, do të më siguron puna ime këtë rrogë mesatare dhe s'kam nevojë për asnjë lek më shumë se sa rroga që marr si pedagog. Prandaj them që nëse njeriu ka një profesion që i mundson një rrogë mesatare, pastaj mundet ta përdor pjesën tjetër të kohës për ato që mund të quhen pasionet e veta. Pasionet e mia kryesore janë ajo çfarë është e drejtë dhe ajo çfarë është e vërtetë. Dhe prandaj merrem me politikë. Edhe si aktivist, merrem politikën si fushë studimi, sako jam ende pedagog. A mendon se e zëm se je regjizori i shfaqjes tënde, je idealist dhe do të ngresh një shfaqje. A mendon se do të gjesh aktorët në Shqipëri që të luajnë këto role që ti kërkon? Për ta qeverisur. Metafora është çik problematike sepse nënkupton që un kam dorë gjithçka që nuk e kam. Unë lëvizjen bash nuk jam, po themi, kryetari i gjithë pushtetshëm. Ne e kemi ngritur frymën prej vitesh në bazë të solidaritetit dhe kolegjalitetit. Mirë po, prapse qofse qëndrojmë kësaj figure, se çdo metaforë është e çal, unë prapse mendoj që jo thjesht do gjej, po kam gjetur bashkëpunëtor mjaftueshëm të shumtë edhe dedikuar që të gjitha këto për cilat fola tani ti bëjmë realitet. Pra, unë nuk jam peshku pa ujë në këtë shoqëri. Unë edhe të gjithë në lëvizjen bashkë jemi pjesë e kësaj shoqërie. Ore ne jemi produkti i kësaj shoqërie. Se ne nganjëherë vetë fshikullojemi si shoqëri. Kemi probleme, po kemi edhe virtyte. Çfarë mendoni ju për shprehjen që çdo vend meriton qeverinë që ka? Nuk bie dakord. Të paktën nuk bie dakord në të gjitha rastet, sepse kjo supozon që një shoqëri në mënyrë krejtësisht lire, pa friksuar e pa ndikuar në mënyrë të padrejtë mund zgjedh qeveritarët e vet. Po mund zgjedhë që të ndryshojë dhe mos ndikohet. Po mund ndryshoj, por procesi i ndryshimit do kohë dhe nuk ndodh menjëherë. Unë më shumë për zemër kam një shprehje të Bertolt Brechtit, që në vitet 50 shkruante një poezi të thjeshtë dhe thoshte që vjen dita thotë që është qeveria ajo që e zgjedh popullin dhe jo populli qeverinë. Deri më sot ne në Shqipëri kemi pasur forma të ndryshme se si në fakt kuptimi qeveria ka zgjedh popullin. Pra, qeveria kushdo që ka pas pushtetin politik i ka si thua, paravendosur kushte të mënyrë të tillë që pastaj votimet kanë qenë në një farë të rëndësishme të kanë qenë formale. Ne duam përmes nxitjes së organizimit të shoqërisë, duke dhënë besim qytetarit thjesht që ta ndryshojmë këtë logjikë.
Profesor, faleminderit. Shumë faleminderit Darlind, nuk e di nëse kishte diçka që nuk e prekëm dhe doja ta thoje. Mendoj se kemi prekur pak filozofikisht sot të gjithë gjën. Të falenderojmë shumë për faktin që erdhe, na vizitove. Ju falenderoj unë. Dhe nuk besoj se ke pas më probleme me këto televizionet hapjet e dyreve kohët e fundit. Vazhdoj të kem. Televizionet kryesore sigurisht jam jashtë tyre. Po. Ja, nuk të duan. Do 3 televizionet më të shikuara në Shqipëri, unë jam persona non grata për kështu. Shiko, derën të X Media do ta kesh gjithmonë të hapur. Ne të falenderojmë për të vërtetën tënde, që je besnik i të vërtetës tënde. Përpara se të largohemi, falenderojmë Simac Albania për të gjithë ju që po na ndiqni në Simac Albania keni akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne, teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investon në performancë. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mrekulli, me këto përshtypje të mira do të largohemi për të takuar sërish nesër ora 7. Ju e dini ku na gjeni, 107.7 në X Radio dhe sigurisht X Media Official në YouTube. Mos harroni rrjetet sociale X Radio dhe X Media kudo në të gjitha platformat dhe sigurisht xmedia.al për të informuar për lajmin e fundit.